Hej, përshëndetje. A jeni ndjerë ndonjëherë që keni nisur rrugtimin e zhvillimit personal edhe ndjeni të ngecur? Pra, sikur diçka nuk po ju bën më tutje edhe ndjen atë, thua, u lodha, u bëra, nuk mundem më, kam e ke parasysh pret që gjatë gjithë kohës ti të ndjesh atë pra, ke parasysh kur ke rënë në një zonë rutine dhe ti ke atë ndjesinë e zonës së rutinës, që ndihesh komod dhe asgjë mos të prishet, pra filxhani e ka vendin këtu dhe nuk do lëvizi, syzet e kanë vendin këtu dhe nuk do lëvizin. Ky quhet rutin zone dhe ti je në këtë lloj ndjesie, pra ndihesh komod dhe rehat se dikush për momentin që ty të lëvizin filxhanin nga këtu ta çojnë në një vend tjetër, ti ke një sinjal që fiks të ngacmon. Edhe ti, kur je duke filluar këtë rrugtim zhvillimit personal, më shumë se ka njerëz që kanë 5 vite, 7 vite dhe nuk kanë gjetur ende atë suksesin. Në thonjë za suksesin, sepse ky rrugtim i zhvillimit personal, gjithmonë e them, është një rrugtim që duhet deri në ditën e fundit që ne do jemi në këtë tokë, në këtë planet. Pse? Sepse ashtu siç ti palestrohesh, ashtu siç ti ushqehesh, edhe sistemi yt nervor ka nevojë për këtë, për çdo lloj sfide që ti përballesh në jetë. Edhe ajo që unë do theksoja është që kur ti ndihesh i ngecur, në jetë, edhe ndihesh i ngecur për arsye sepse po thua po meditoj, po bëj ushtrime, po bëj pilates, po bëj të gjithë praktikën e zhvillimit personal. Po bëj frymarrje dhe ndihesh i ngecur. E di pse ndihesh i ngecur? Sepse është pikërisht ajo bllokad që ty të ka ardhur për ta pranuar atë bllokad me dashuri. Pra është pikërisht ajo bllokad që duhet të kalosh në hapin tjetër. Pra ajo bllokad është pikërisht një nga besimet e kufizuara që është lejuar në trupin tënd, në një nga qelizat e tua, që ne kemi triliona qeliza dhe nga ana biologjike ja përmenda edhe një personi që jam duke e udhëzuar aktualisht, që triliona qeliza kanë regjistruar informacione të ndryshme dhe në një moment X që ti përballesh me një situatë që ndihesh i ngecur, e di kush është arsyeja pse ndihesh i ngecur? Se ti se ke lejuar dhe ta pranosh me dashuri pikërisht atë ngecje. Pra, që ti të lejosh të pranosh që unë po punoj fort, po bëj frymarrje, po bëj meditime, po shkruaj, po bëj falenderime, po bëj ditarin, po bëj shumë gjëra, nuk e di çfarë je duke u marr, përmenda disa nga ato gjëra, po palestrohem, po ha mirë, po kështu. Po si ka mundësi që nuk po ndodh suksesi, pra nuk ndihem mirë, ndihesh stuck, ndihesh i ngecur, atëherë është pikërisht ky moment që ti e pranon, me shumë e lejon, e pranon me shumë dashuri dhe të thuash, po është normale që të bëj gjithë gjërat dhe mos të ketë perfeksion, sepse jeta ime nuk është perfeksion, jeta ime është të lëviz dhe të pranoj me shumë dashuri edhe kur nuk ka perfeksion, edhe kur ndihem i ngecur, edhe kur ndihem që gjërat mira nuk po ndodhin, por e di kush është më e rëndësishme, që ti mos të prishësh balancën tënde të brendshme, homeostazën tënde. Ajo është suksesi. Pra pavarësisht çdo gjëje që rrethohet rreth e qartë nesh, pra sfidat, energjia që në ato momente nuk është e mirë, njerëz që të vinë të përplasin, pasqyrojnë pikërisht një problem që emocion të ulët, problematikat në punë të ndryshme, atëherë pikërisht ai është momenti që ti e pranon edhe vazhdon, mjafton që balanca jote e brendshme mos të prishet. Por edhe nëse u prish, do thuash dakord, e lejoj, e pranoj. Do të vi për të qarë, se çlirohet. S'do të bësh frymarrje, mos e bëj. S'do të bësh meditim, mos e bëj. Po çfarë do të bësh? Dil, bëj atë që të do. Do të blesh një rrobë, shko blije në atë moment. Por pranoje pikërisht këtë ngecje. Lejoje dhe pranoje që edhe kur unë jam duke punuar fort, është pikërisht ky moment që ti
nuk mund të kesh sukses. Edhe kur ti punon fort dhe ti nuk përkthehet kjo punë në sukses, është normale dhe vazhdon të hapi tjetër, të qëllimi tjetër. Ky është suksesi. Mos të ngecësh, mos ta mendosh, mos të reagosh ndaj vetes tënde dhe ndaj të tjerëve. Këtu ke fituar, dakord? Dhe nuk janë pikërisht ritritet, nuk janë pikërisht vendet ku ndodh pikërisht çlirimi, shërimi total. Aty janë vende ku grumbullohet energjia, ti merr më shumë energji, kthem vëmendjen më shumë tek vetja dhe vetëdijsohesh. Dhe kur ti vazhdon në jetën tënde të përditshme në këto 365 ditë, ti je në gjendje për sfidën e radhës ta marrësh dhe ta përqafosh me shumë dashuri dhe ta çlirosh dhe të krijosh, integrosh veten tënde të lartë në atë moment ku dikur në veten tënde të vjetër, në të shkuarën tënde, ti je sjell në një formë që nuk të pëlqen dhe e ndryshon pikërisht në një vete tënde të re. Pra me një qetësi të brendshme dhe me një qetësi të jashtme. Dhe e di pse? Për veten tënde, jo për të tjerët. Ndaj sa herë që ndiheni të ngecur, keni parasysh, pra pas një investimi shumë të madh që keni bërë në jetën tuaj dhe që jeni duke punuar fort, mos u dorëzoni, sepse është pikërisht ky momenti që duhet lejuar, pranuar me shumë dashuri, dhe sepse ka ardhur aty për ta përqafuar dhe për t'i dhënë dashuri dhe më pas ju të krijoni pikërisht atë veten tënde të re. Pra iku ajo ngecje iku dhe fillon dhe krijon diçka tjetër të re të bukur në tënde. Vjen një kënaqësi më e madhe. Ju uroj një ditë të